Jemi rikthyer, do të na bashkohet në këtë pjesë të tretë Genti Beqiri, ekspert ekonomie. Përshëndetje, faleminderit për kohën. Përshëndetje, kënaqësi. Ne u ndalëm pak, diskutuam në pjesën e parë mbi ndikimin ekonomik, por edhe një mendim nga ty, Genti, lidhur me mbylljen e ngushticës së Hormuzit, që ishte frika në të njëjtën kohë shqetësimi më i madh që ka mbizotruar, një ndër shqetësimet më madhore që ka mbizotruar përgjatë këtyre ditëve edhe orëve të fundit, për shkak se konsiderohet si një nga arterjet, le të themi, kryesore të furnizimit me naftë dhe gaz. Cili është ndikimi që mund të sjellë mbyllja e kanalit Hormuzit? Patjetër, sipas asaj që ata ju përmendët, do të kemi parasysh që nëpërmjet kanalit të Hormuzit kalojnë gati 20%, 20-25% e naftës dhe gazit për kërkesën botërore për to. Jo vetëm kjo, por normalisht si thua goditjet që ka mësuar nëpërmjet kësaj lufte apo dronët iranian që kanë goditur shumë vende në rajon, do të thotë që ato jo vetëm që është pezulluar le të themi kalimi i naftës dhe gazit, por në pjesë të mira, siç është në Arabinë Saudite, në disa nga uset kryesore të prodhimit naftës dhe të gazit, është pezulluar puna sepse ato janë goditur apo në rrezik goditje. Që do të thotë, kjo pastaj edhe në pjesën e gjithë zinxhirit logjistik të lëvizjes së naftës dhe gazit, shumë nga kompanitë në periudha lufte apo në periudha të tilla të ngjashme fillojnë dhe mund të eliminojnë si thua siguracionin apo sigurimin e transportit, pra anijeve, të gjithë atyre që bëhet transporti naftës dhe gazit, pra dhe një kosto shtesë. Siç e dim në rajon janë pezulluar gjitha lëvizjet bllokim të le të themi gjithë pjesës ajrore, nuk kemi transport kargo apo dhe të njerëzve, pra gjithçka është në këtë vrazh që do të thotë rritje të çmimit të gazit dhe naftës në nivel botror, gjë që është reflektuar. Pra normalisht kemi një rritje nga $980 që ka qenë fuqi, në mos gaboj ka arritur mbi 82 apo 83 dollar. Sot ka qenë një rritje me 3%. Po, pra të gjitha këto patjetër që kanë ndikim të vazhdueshëm dhe ndikimi bëhet si punë e Ortekut bëhet më i madh sa më tepër që do të zgjasë situata. Ndikimi bëhet më i madh dhe në varësi të kohëzgjatjes së konfliktit në lindjen e mesme. Përpara se ndalem edhe tek përgjigja që duhet apo le të themi ajo mburoja që do të bënte të mundur amortizimin e këtyre pasojave. Mbyllja e ngushticës së Hormuzit është një kërcënim i vazhdueshëm, pra sa herë që ka tensione le të themi në lindjen e mesme, kërcënohet me mbylljen e ngushticës. Në këto kushte, në mënyrën se si u gjende Evropa përballë Evropa, por edhe Azia le të themi, përpara këtij fakti, a do të ishte udhës që të kishte le të themi masa apo të ishin përgatitur mbi këtë rrezik për të ulur pikërisht këto kosto që tani duket se jo vetëm nuk po ulen, po përkundrazi, po shkojnë në kaun e kundërt, në ato që Genti tha që është Ortek. Tani rritet edhe për masa e dëmeve, sa vjen edhe rritet. SBA-ja për veten e saj, me sa kam kuptuar unë, i parapriu duke me anë të Venezuelës, para se të nisë sulmi në Iran, domethënë i parapriu me çështjen e Venezuelës. Ndërkohë që Evropa si gjithmonë, por ka ulur ndjeshëm edhe sasinë e nevojshme të importeve të karburanteve, pra të naftës që i nevojitet. Që tregon se ka sepse i mbulon në një pjesë të konsiderueshme nevojat që ka vendi me prodhim.
pra tregon se ka pasur të planifikuar. Si gjithmonë në rastin që ka konflikte të tilla, Evropa është ajo që preket më tepër, edhe pse ndoshta nuk është drejt për drejt e përfshirë, është vendi është po themi rajoni i cili edhe si pasojë burokracive të larta që ka për të marrë vendime, qoftë edhe vendime të forta ose edhe mund ta themi edhe pa aftësisë që ka përballë fuqive të mëdha, është rajoni i cili gjithmonë mbetet i papërgatitur dhe që i vuan pasojat më të mëdha për sa i përket kryesisht sidomos energjisë. Por një nga aspektet pozitive që mund shpresojmë është ajo që tha kolegu në fillim, është që duke qenë se jemi tani drejt stinës së pranverës, kjo mund të jetë një aspekt pozitiv për të mos pasur një rritje të menjëhershme ose një rritje më të hershme për sa i përket çmimit të gazit, e cila do ndikonte akoma më tepër në ekonominë e Evropës. Kështu që mendoj se duhet kemi politika pak më të gjera dhe pak më të shpejta, sidomos edhe për rajone të tilla si Evropa, e cila gjatë gjithë kohës preket si pasojë këtyre krizave. Po Genti. Patjetër që faktikisht, siç u tha, Amerika këtë plan nuk e ka bërë para pak ditësh, por e ka bërë para shumë kohësh, ndoshta që me ardhjen e administratës Trump në pushtet. Kuptohet që Europa është në çdo moment është jashtë kësaj loje, e pa përfshirë, e pa konsultuar. E pa përfshirë, por që preket më shumti nga këto efekte. Europa është vendi kryesor, përveç atyre që janë në rajon që po preken pa diskutim, dhe që janë përfshira, Europa është kontinenti i parë që do afektohet më shpejt, si një ekonomi botërore dhe e cila lidhjen apo importin e naftës dhe të gazit e ka pikërisht nga ky rajon. Nëse vendet tjera ka të diversifikuara, Europa është e para dhe dyta, ndoshta në fuqi jemi në një lloj kuptimi edhe Kina shumë afektuar, sepse dhe ajo e kishte të lidhur drejt për drejt me Iranin këtë pjesë, por normalisht nuk po ndjehet në një farë kuptimi, nuk ka dhënë një efekt akoma. Ndërkohë, të gjitha e parë ndryshe nga ajo që është indikatori kryesor ekonomik, shihen bursat. Pra bursat kanë pasur luhate të fortë, si në Amerikë, Korea ka qenë faktikisht ajo dhe prekura apo një shkundje më fort, dhe po edhe bursat e tjera. Pra, për ta përmbledhur, them që patjetër Europa është ajo që do të preket fort nga kjo, duke pasur parasysh që është bllokuar linja kryesore furnizimit me naftë dhe gaz, dhe përgjithsisht kur ndodhen tilla gjëra, çuditërisht paralelisht mund të ketë, po themi edhe në kanale tjera të transportit. Cili është, për shembull, roli që OPEC Plus mund të luaj në këto kushte që jemi? Shikoni, nuk është vetëm një vend. Pra, keni parasysh që në këto momente dyshja Shtetet Bashkuara dhe Izrael kanë bllokuar pothuajse pjesën kryesore. Pra, gjithë furnizuesit që ndodhen në Gjirin Persik janë të bllokuar. Venezuela, Amerikën e ka bllokuar. Impakti i bllokimit Venezuelës po shihet shumë shpejt në vendet e rajonit, për të bërë një paralelizëm. Pra Kuba është duke përjetuar në mënyrë më të fortë, por edhe vendet e tjera që janë pranë. E njëjta gjë është edhe në këtë situatë në një lloj paralelizmi. Pra Europa nuk ishte si ta përgatiste, sepse nuk ka mënyra, kuptohet, ka anë pozitive që është stina, por nuk ka mekanizmat të tjerë. Mekanizmat e tjera janë të diversifikoj importin, por patjetër që do të ballafaqohet menjëherë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, të cilat tashmë nuk janë partnerët kryesor. Pra, situata politike midis vendeve të Europës dhe Amerikës nuk është as pak në momentet më të mira. Gjithsesi, jo më kot, po themi kancelari gjerman është për vizitë në Shtetet e Bashkuara për të kuptuar dhe për të si thua gjetur ca mënyra të tjera, rrugë zgjidhje, qoftë politike, qoftë ekonomike, për situatën e re që po ndodh në këtë zonë të globit. Mirë, dua të rikthehemi pak
Shqipërisë, se si impaktohet, si do të ndikohet Shqipëria nga kjo situatë, nga ky konflikt në lindjen e mesme. Ne u ndalëm pak, e vëmë në dukje që kjo mund të reflektohet tek biznesi, tek xhepat e qytetarëve, por edhe tek stabiliteti makroekonomik. Mund të sjell kjo genti rritje të borxhit, pra mund të çojë në rritjen e borxhit publik? Ne kemi një historik gjithmonë për të përballuar pasojat, le të themi. Apo për të menaxhuar. Patjetër, historiku është i ngjashëm pavarësisht në disa sektor të ndryshëm. Vite më përpara, kur nisi lufta në Ukrainë, efektet ekonomike u shfaqën menjëherë me rritjen e inflacionit, rritjen e kostove të energjisë, e kështu me radhë, sepse lidhja që ne kishim me këtë pjesë të Europës ishte drithrat, energjia. Pra, kishim menjëherë impakt në çmimet e energjisë elektrike, më pas edhe produkte të tjera që vinin si pasojë e lidhjes fortë importit me grurin Ukrainas apo edhe rus që vinte nëpërmjet Serbisë. Në këtë rast impakti nuk do jetë kaq imediat sa ishte në këtë rast, sepse si thua, në këtë rast kemi të bëjmë vetëm me sektorin e naftës dhe gazit, i cili normalisht është pak më gradual se që mund të jetë impakti që mund të japë rritja menjëhershme e çmimit të energjisë elektrike. Dhe gjithsesi, edhe një herë, se sa do të jetë, sa i fort do të jetë në këtë rast shkundja ekonomike ka të bëjë me kozgjatjen. Pra, qofse kjo luftë do të vazhdoj për një kohë akoma më të gjatë, efekti ekonomik do të jetë i fortë dhe do të vazhdoj të ndihet shpejt. Por qofse lufta do të përmbyllet për një kohë periudhë më të shkurtër, që e urojnë të gjithë, patjetër që efekti nuk do të jetë i jashtëzakonshëm apo shumë kuptim. Gjithsesi, patjetër që në sektor, kuptohet, ne kemi një problem që reflektojmë menjëherë, ende pa ardhur partia e re me çmime më të larta të naftës dhe gazit, ne kemi reflektuar në tregun fundor, gjë që është faktikisht abuzim me fuqinë në treg, por besoj se do të ketë, si thua, ditët vijim do të kuptohet akoma më mirë se sa mund të jetë ky efekt dhe sa shpejt do shfaqet ai. I referoheni rritjes së çmimit për karburante. Patjetër rritjes së çmimit. Po, edhe njoftimin e autoritetit, se diskutuam edhe në pjesën e parë, e autoritetit konkurrencës që ka nisur hetimin. Shikoni, efekti në mendimin tim efekti është do të jetë i fortë nëse do të ketë një kozgjatje. Efekti do të jetë i butë, por kemi parasysh që efektet e para do të vinë si pasojë të çmimit të karburantit në tregjet globale. Efektet e tjera që janë të mëparshme është se ka të bëjë më shumë me aspektin e turizmit, që është një sektor që ndikon në vendin tonë. Turizmi patjetër do të preki dhe ka prekur që në këto momente vendet e rajonit, duke kaluar më pas në mënyrë graduale Turqi, Greqi, Egjipt apo vende të tjera, në një farë kuptimi, nëse efektet e luftës do të vazhdojnë të jenë afatgjata, mund të preki dhe vendin tonë. Dhe kur preket turizmi, patjetër që këtu efektet fillojnë bëhen më të rëndësishme. Duke ditur edhe peshën që ka turizmi në ekonominë shqiptare. Patjetër. Megjithatë preken dhe investimet, sepse cekën pak, edhe investimet, një klime pasigurt. Paqëndrueshme. Nuk është një klime favorshme për investitorët. Kjo ka të bëjë shumë me kozgjatjen. Presupozohet që do themi kanale diplomatike janë duke përpjekur për të gjetur një zgjidhje me përfshirjen e gjithë vendeve të rajonit sa më të shpejt. Lajmet nuk janë shumë pozitive, duke pasur parasysh që fuqia pushteti në Iran nuk po ketë një transformim të dëshiruar, po ketë thjesht një pasim nga brenda familjes, gjë që nuk është lajm shumë pozitiv për ata që kërkojnë një ndryshim më të fortë brenda Iranit, por kjo ka shumë patjetër, ka shumë indikator që kanë lidhje me kohën, kanë lidhje me mbylljen e, si thua, e vendeve të rajonit, ka lidhje me shpejtësinë që do të ketë, po themi,
gjetje të rrugëve të tjera të prodhimit naftës dhe gazit, dhe më pas efektet që mund të fillojnë të japin në turizëm. Nëse do flasim për investime, atëherë do të bëhet fjalë, to mund të kenë efekt nëse ajo do të jetë një luftë që nuk e beson askush që do të jetë e tillë, siç është rasti i luftës në Ukrainë, që patjetër ajo ndikon sepse janë bërë 4 vjet, ka ndikuar, është pjesë, është shumë pranë, jemi në Europë. Pra, dhe kuptohet që tregu nga Ukraina dhe Rusisë ka qenë një treg i rëndësishëm për turizmin në vendet e rajonit, ndërsa në këtë rast ne jemi disi të distancuar nga gjiri persik, por pikpyetja kryesore është kozgjatja dhe le të themi reagimi që do të kenë vendet e përfshira në një kthimin e tyre në normalitet apo në një farë normaliteti të ri, sa më shpejt që të jetë e mundur. Pavarësisht se kozgjatja do të jetë ajo që do të përcaktoj edhe le të themi efektet që mund të vinë, sepse ne jemi prekur deri diku nga efektet e para në mënyrë direkte dhe indirekte. Sigurisht, shqetësimi më i madh është nëse konflikti do të vijojë, çfarë do të prodhojë, çfarë do të sjellë, edhe në këto kushte përgjigjja do të ishte ajo çfarë është e rëndësishme të ketë në fokus në këto momente. Për të mbrojtur biznesin, prodhimin shqiptar vendas, për të mbrojtur qytetarët, që janë ata tek cilët le të themi shkarkohet sa herë që ka rritje, biznesi përballet me shtim të kostove, do ta shkarkojë tek qytetari. Por për të mbrojtur edhe për të garantuar qëndrueshmëri në aspektin makro të ekonomisë shqiptare, çfarë masash duhet të ndërmerren, ndoshta jo tani, por duke parë edhe se si do të jetë ecuria e konfliktit? Një nga masat më të menjëhershme mendoj do të jetë ajo e frenimit të rritjes së çmimit, e cila është nëse do jetë në mënyrë të pa justifikuar. Pra, nëse domethënë karburantet tu kanë rezervat e tyre të paktën 10 ditore ose 1 mujore, nuk është justifikueshme që të rritet çmimi 3 ditë mbasi ka filluar konflikti. Kështu që gjëja e parë që duhet bëjë qeveria domethënë është që të ushtrojë presion mbi këto biznese që të mos ketë rritje të pa justifikuar të nivelit të çmimit. Dhe nisja e këtij hetimi nga autoriteti i konkurrencës është pak a shumë një masë e tillë për ta frenuar këtë gjë. Pastaj masa tjetër që mund të merret drejt për drejt, duke parë patjetër edhe ndikimin që mund të ketë në buxhetin e shtetit, që mund të ndikojë më pas edhe në borxhin publik, është reduktimi i këtyre taksave, qoftë edhe me efekt të përkohshëm, duke qenë se edhe nuk kemi një skenar se sa mund zgjas kjo luftë. Pra, për sa i përket taksave të ndryshme që janë vendosur karburantëve. Po, siç ishte edhe propozimi i bërë nga një prej partive. Subjekteve politike. Këto janë masat më imediate që duhet marrë sa më shpejt për ta shmangur këtë rritje të menjëhershme të nivelit të çmimit dhe më pas, nëse ne shikojmë sipas gjitha gjasave që ky konflikt do të zgjas, duhet të kemë pastaj paketa më të cilat do të ketë një plan B. Plan B patjetër, i cili besoj se duhet të ishte i gatshëm sepse këto janë situata pak a shumë të paralajmëruara dhe ne jemi hasur shpesh. Kështu që nuk mund të jemi aq të papërgatitur pavarësisht se konflikti nisi në mënyrë të tillë. Kështu që duhet ta mendojmë pak gjën në mënyrë pak më afatgjatë dhe të shikojmë sektorët me prioritet vendin tonë, siç janë bujqësia dhe turizmi, paketa që duhet të jenë specifike për to, por edhe për gjithë ekonominë në tërësi patjetër. Por edhe për prodhuesit, që e cekëm se sa janë prekur dhe dëmtuar, edhe për shkak të zhvlerësimit të eurës. Po, Gentin. Gjithmonë në kuadër të masave, në mënyrë që në këto situata që janë edhe të përsëritura, të mos gjendemi sërish në të njëjtën, po, të papërgatitur, që do të thotë në të njëjtën pikë gjithmonë dhe duke parë atë që na vjen, sigurisht shohim për herë të parë, kur ndërkohë e kemi kaluar dhe përballuar, le të themi, në më herët apo në periudat të tjera të mëparshme. Ju në studio e përmendët shumë saktë dhe unë nuk besoj se kemi lënë gjë tjetër që mund të theksojmë. Do të kemi parasysh vetëm një gjë që ndryshe nga lufta në Ukrainë apo le të themi impaktet çështje të tjera që mund të kenë ndodhur afër rajonit, kjo nuk besoj se do ketë një efekt shumë të fortë dhe imediat. Ajo që ndodh është patjetër në radhë parë me hidrokarburet, që mos kemi abuzim dhe normalisht të gjithë ato
si thua importuesit kryesor duhet të suportojnë për gjetur rrugë edhe zgjidhje me si thua apo për të rritur kapacitetin e tyre për një periudha më të gjata kohore, nëse është e mundur. E para që mos ketë abuzim në treg, sepse i vetmi sektor që mund të ndikojë në inflacion është patjetër hidrokarburet. Pjesa tjetër është, unë nuk besoj se do ketë në një efekt shumë të rëndësishëm. Në këtë raste, efektet kryesore janë nëse fillojnë në një periudhë pak më afatmesme, nëse do fillojnë të preken vendet me cilat ne kemi marrëdhënie tregtare të rëndësishme, siç është Italia, Turqia, Gjermania, Greqia, apo vendet e tjera, pra nëse kjo luftë fillon dhe e rrit inflacionin, çmimet në këto vende, atëherë ne patjetër presim që afërmend do të presim që ky inflacion të importohet apo të eksportohet më saktë edhe në Shqipëri dhe pastaj fillojnë efektet ne, po që janë në kohë më të largëta se sa ato që kanë ndodhur, po themi në rastin e Ukrainës. Problemi kryesor në këtë rast është agjencitë ligjzbatuese në mënyrën që mos ketë abuzime, sepse për disa njerëz, sidomos në aspektin tregtar, kjo shihet si oportunitet për ata që janë në tregti për të, si thua, për të shumëfishuar efektet dhe për të abuzuar në treg, sidomos në këto sektor të cilët nuk janë konkurruese të plota, por kemi aktorët janë të pak në numër dhe abuzimi është i mundur dhe i shpejt. Pjesën tjetër, ndoshta ai mund të ketë, mos ta shohim për herë të zezë, duhet të ketë ndoshta edhe oportunitet, sepse nëse do kemi, po themi, një lloj bllokimi në aspektin e turizmit të disa vendeve që ne në thonjza mund të kemi konkurrent, kjo mund të jetë oportunitet për sektorin ton turizmit, duke pasur ndoshta do të orientojmë si një vend më i qetë dhe më jashtë le themi apo me çmime deri diku të pranueshme për të qenë një lloj oportuniteti dhe për ta kthyer këtë problem në një mundësi më të mirë për sektorin e turizmit. Gjithçka do të varet, siç e thash edhe pak më parë, në funksion të kohës dhe në funksion të, si thua, efekteve, sidomos për bllokimin e gjirit të Hormuzit apo dhe bllokimit të vendeve që janë të përfshira në gjirin persik. E qartë. Tek vendet të cilat gjithmonë duke pasur parasysh Shqipërinë, niveli i shkëmbimeve tregtare me vendet e lindjes mesme është përgjithsisht është shumë i ulët. Ne kemi marrëdhënie, po them, me Turqinë, ndërkohë që me vendet e tjera thjesht jemi të lidhur si pasojë importimit të këtyre hidrokarburëve. Nuk është se do ndiejmë ndonjë krizë të drejtë për drejtë si pasojë importimit të mallrave të ndryshëm, por vetëm tek aspekti i hidrokarburëve gjithmonë, domethënë kjo do ketë peshë më të madhe dhe që mund të sjellë një inflacion të importuar patjetër. E qartë. Mirë, unë ju falenderoj, kënaqësi që ishit me ne. Genti, faleminderit për kohën. Kënaqësi. Kënaqësi. Po ashtu Esmeraldo, faleminderit për pranimin tënde në studio. Faleminderit ju për ftesën. Kënaqësi që ishe. Dhe faleminderit ju që na ndoqët. Kemi mbritur në fund të emisionit edhe për sot. Takimi i radhës do të jetë sërish nesër në orën 16:00. Deri atëherë kaloni sa më mirë. Miru takofshim.